Banorët e Libofshës, pjesë e Bashkisë Fier, po përballen me probleme serioze në furnizimin me ujë të pishëm dhe menaxhimin e ujrave të zeza, pavarësisht investimeve të kryera në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve. Furnizimi me ujë është i kufizuar në vetëm 2-3 orë në ditë, ndërsa cilësia e tij është e papërshtatshme për konsum, shprehen banorët. Ky fakt sipas tyre tregon se rrjeti nuk po funksionon siç duhet. Për furnizimin e kufizuar me ujë të pishëm, pohojnë banorët, edhe pse janë ankuar në drejtorinë e ujësjellësit në Fier, ka munguar reagimi i këtij institucioni për zgjidhjen e problemit, i cili di vetëm të mbifaturoj konsumin e ujit të pishëm, sikur të ketë 24 dhe jo 2-3 orë në ditë, sa vjen realisht. Janë kushtet në Libofsh për të jetuar? Kushtet janë vetëm për ata që kanë lek. Ata që kanë pas lek në atë sistem dhe vazhdojnë e njëjta muzikë. Çfarë do të thuash me ata që kanë lek? Ata që kanë lek i kalojnë të gjitha vështirësitë, ndash smundjen, ndash të ngrënit të shqyrit, hyrkët e dilmatan kanë lek, kanë buxhet. Dhe pik. Kurse ata se këtu ti marrin një pension, se këtu ti zëmra. Po. Këtu në komunë që është jo, njësia që është jo. Njësia administrative. Ajo. Këtu komplet është bërë bashkia familje, një familje mund të ketë 5 ropë në punë aty. Po më gjona jo. Po, patjetër. Mund të ketë 5 ropë nga shtëpia, që ka të majnë rogët aty. Kurse njeri nuk afrohet fare aty, se qas njeri fare. Këto janë fjallë të Zotit lartë që po të se mund të. Jo tuat. Kur them Zotit, mbi Zotit nuk e di se ka s'ka me. Fjallë të Zotit. Dhe prandaj thash unë, për ata që kanë qenë, dhe që janë prap, ata që ishin e kanë përsëri dhe sot. Në rresht, kush ishin dhe kush janë? Ata të partisë punës, po e themi ne, që ishin asaj kohë, brigadiereve, e mund qeni, se pa flasë kështu, e që ishin ata, pa mund qeni, ata vodhën qap e plaçkitën kooperativën në atë kohë, dhe prap, sot e kanë ata. Mërresht, fillo, krejt, në të gjitha. Sot çfarë po bëjnë ata? Ata të bëjnë të njëjtë muzikën, si të kishin atë kohë, ka dhe muzikën sot. Mërresht? Po. Po shërbimet bazike për ju janë, ujë pishëm, kanalizatorë, zeza, e tjera. Po s'ka ujë pishëm, se këtu ujë pishëm s'ka, nëse ne e blejmë ujë. E blejmë ujë. E blejmë ujë dhe zëmra. Nuk pije dhe i bisi. Po sa orë vjen nga tubacioni i rrjetit publik? 2 orë. Ore, nuk ka shumë rësia jo që sa vjen ai. Ka se është investuar për ujësjellësin e ri këtu, ka shumë rësia. Ne marrim vetëm për në një banjo, për larë në një robë, në një gjë, lavatrice, ku do dim, po për tire e blejmë. Për të pirë, zemra, për të pirë ne blejmë ujë. Blejmë ujë dhe neve ujën e paguajmë taksën. E paguajmë? Ne paguajmë taksën, sigur jetojmë në katin e 100. E 100 lart. Me kostot lartë. Dhe paguajmë dritat. Kanale që s'ka kanale, sa kanalet të marrë unë kjo tani, dhe të shkojë atje lagjet time ku ishë atje, kanalet i ke plot. Shkojmë atje, i shikojmë. Kanalet i ke plot atje. Nuk janë pasu. Kanalet kanë vite, atje ka plasë një tubacioni i ujrave të zeza, jo tani, po ka muje vite ndoshta. Po përpara disa vite është investua për ndërtimin e kanalizimeve të reja të ujrave të zeza në Libofsh. Aty erdhi. Hoqi ferrat, kur hoqi ferrat. Dhe asi gjithë. Kur hoqi ferrat, qau tupi kryesor. Po më gjosh? Po të djem e vëmendje. E qau tupin kryesor, atë të ujrat të zeza, dhe ashtu si që qau ai, kulloj gjithë u mbushti kanali. U mbushti kanali me pocaqi. Dhe të marrë unë tyja tani dhe të shikosh të vendin atje nuk... Sukur me qenë kafsh, jo marrë kafsh po trajtohet mirë. Atëherë ju thatë që ujë pishëm mungon, 2 orë në ditë vjen, thatë ju. Kanalizimet e ujrave të zeza nuk funksionojnë, edhe pse janë bërë të reja. Cili do t'jetë mesazhi juaj për pushtetin lokal dhe qeverinë?
Si mesazhi im. Të rregullohet gjendje. Po të rregullohet bën gjëra tash për jetuar njeriu. Si njerëz. Shiko, Jetojmë si njerëz. shiko, unë ta kazoj dhe njerë ty të kthehem dhe njerë kthe punë. Unë po të them ata që janë me rroga dhe janë të ushqyer gjinat kohë dhe sot, ata ndihen mirë. Ata ndihen mirë, se nuk shikoj dot. Po ata i kanë këto shërbime i këtoni ju? Ha? Ata i kanë ujin e pishëm dhe kanalizimet? Ai vetë merr në Tiranë lujën e pishë o zemra, se ka buxhet. Ka buxhet, ka rrogën e gjithçka. Nuk kuptove çfarë po them apo jo. Patjetër që të kuptoj mirë. Kurse ne ne që kemi ngelur vetëm, ne jemi njerëz pa pikën e interesimit të një Jeni të praktisur. të një bande. Po, po, ron apo s'ron. Ju i konsideroni band drejtuesit, Jo band, po super band. Po, super band. Se mua ndoshta mbrëm darkën më vjen policia. Jo, nuk vjen polici, sepse në televizion e transmetojmë ne dhe ka me televizionin. O të kam shpirt. Nuk kemi. Ndjeni të friksuar dhe dunuar? Jo, ne kemi një problem atje në fshatin tonë. Po. Ke parasysh aty se ku ishte domethënë dyqani ushqimor, që ka i pirua. Ke parasysh ti? Aty kemi Po ai është privat, mos u merr me privatin sepse është privat, po kanali ishi shtetit. Kanali i ujrave të bardha apo të zeza? Ujrat të zeza që shkarkohen tërë pusetat aty. Ai dolare ka mbytur fera dhe si sta. Ky shoku që kam përbrim, atje kur kalon atje vetëm të kalosh me maskë dhe të mbyllësh atë kështu. Kontragas. Edhe ishin gjë. Personi që vjen nga ndërmarrje setrore ku ta diun që late kanë. Mo të marrë ferr. Po të marrë komplet i farbazet, marrë pak në gjysmë metro. Ka ujë të pishëm në Libofsh? Po uj ka edhe ca rasin qulta. Bam me të grirë lek. Atë pension në lash atë jo, 9.000 lek i morëm. Faturat e ujë të pishëm janë të larta thonë. Po, Po sa orë ujë në ditë vjen? Jo, e bjen një 2-3 orë në mjesa dha dhe unë aqë sa marrë një qezë më kanë. Dhe ja faturojnë sikur ka 24 orë. Po. Se qa po bëhet nuk dim. Jeni ankuar ju në njësinë administrative ose në ujësi ose në Vajta që u fërkeja në fjeru, ajo tha do dërgoj njerëz sa të shikojnë sa hapja. Sa ma se i bërë në një gjatë. E çfarë thanë ata që e panë? S'kana akoma. Bjerë numri e telefon, lidha është numri no. As djerë nuk është ashtu dhejta. Se qa do bëhet nuk di. Ndjeni të braktisur? Nuk rregullohet kështu njeriu. Pse e rregullohet? Po ja, kështu rregullohet me të gjobitur njerëz kod, me të gjatur lek nga qepi. Kjo është gjvati, është korrupsion. Hajdu të lek. Ja qatë familje. Për sa i përket problemeve me ujrat e zeza dhe daljes së tyre nga pusetat në periferi, banorët thonë se kjo situatë problematike mund të ketë si shkak të bllokimet në rrjet për masat e vogla të tubacioneve, të cilat nuk mund të përballojnë shkarkimet, mungesën e mirëmbajtjes e të tjerë, të cilat krijojnë një rrezik për sëmundje dhe ndotje të tokës dhe ujrave. Situata paraqitet më e rënduar në fshatat përreth Libofshës, ku mungojnë investimet në Kuz dhe ujrat e zeza shkarkohen drejt për drejt në kanalet kulluese dhe ujitse, duke ndotur dhe tokat bujqësore, kanë sqaruar banorët.